Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Keita Kostreci. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Klementina Senkollari. Agjencia e njohur e lajmeve Zëri i Amerikës, që prej 82 vitesh flet edhe shqip, u mbyll pas urdhrit ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump për shkurtime masive në 7 agjenci lajmesh, që nga shtuna e 15 marsit ditari i Zërit të Amerikës, që transmetohej në orën 18 me orën tonë, nuk është transmetuar më dhe nuk do të transmetohet më për publikun shqiptar. Me një urdhër ekzekutiv, ku kërkoi shpërbërjen e 7 agjencive federale dhe mediave të tjera të financuara nga qeveria amerikane në mbar botën, presidenti Donald Trump mbylli Zërin e Amerikës, i cili filloi transmetimi në vitin 1942 për një audiencë që vlerësohet në 125 milion njerëz në të gjithë botën. Prej vitit 1999 për 26 vite me radhë, ai është transmetuar edhe në televizionin 6+1 Vlora. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, ku çdo mbrëmje në orën 18, ditari ishte i pandar në ekranin ton, televizioni 6+1 Vlora zhvilloi një lidhje me Zërin e Amerikës për emisionin Focus në të njëjtën e fundit të janarit të këtij viti. Menada, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Focus, kënaqësi që të kam. Mirëmbrëma Erman. Mirëmbrëma, edhe për hir të bashkëpunimit 25 vjeçar të televizionit 6+1 Vlora me Zërin e Amerikës, është dyfish kënaqësi që të jeni me mua sot për të ndarë zhvillimet më të fundit me rizgjedhjen e presidentit Trump. Ish drejtori për Eurazi në Zërin e Amerikës, gazetari shqiptaro-amerikan Elez Biberaj, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, konfirmoi mbylljen e agjencisë dhe këtë e konsideron një kapitull thellësisht të trishtuar në historinë e angazhimit të Amerikës me botën. Zëri i Amerikës, një fener shprese dhe të vërtet për qindra miliona në mban globit, u hesh sot në emër të reduktimit të burokracisë federale. Për më shumë se 8 dekada, Zëri i Amerikës ka qenë një forcë jetike në promovimin e idealeve demokratike të Amerikës, duke paraqitur me besnikëri politikat e SBA-s, duke avancuar interesat kombëtare dhe duke shërbyer si një burim i besueshëm lajmesh të besueshme për miliona në rajone të privuara nga informacioni. Vendimi për të çmontuar një nga pasuritë më të mëdha kombëtare të Amerikës do të shkaktojë dëm të thellë në imazhin e SBA-s, interesat e saj globale dhe promovimin e vlerave demokratike, dëm që asnjë kundërshtar nuk mund ta arrijë kurrë. Sot shënon një kapitull thellësisht të trishtuar në historinë e angazhimit të Amerikës me botën. Zëri i Amerikës nisi transmetimet në gjuhën shqipe 82 vite më parë, në 13 maj të vitit 1943, kur nga studio atëhershme e New Yorkut, Zëri i Amerikës foli për herë të parë shqip. Qytetarët e Vlorës shprehen të keqardhur për mbylljen e ditarit dhe kësaj dritareje. Mbyllet fjala e lirë, mbyllet në çdo gjë. Tash ku do ne vetëm të fishkëllejmë me njëri tjetrin, që të atë. Nuk ka asnjë gjë të përbashkët me këtë që bëhet sot. Po është mbyllur Zëri i Amerikës. Po unë e di që është mbyllur edhe që aty shumë negative edhe shumë në kuptimin e mirë të fjalës e poshtë. Nuk bëhet, nuk... E dimër që është mbyllur, po pasi ne qësat e gojën kemi vetëm, s'kemi qartë të themi. Tani që është mbyllur, është diçka negative kjo? Negative, unë them negative. Pse? Duan të argëtohen element. Ju prej vitesh e keni ndjekur. Kur e mbyllet fjala... Unë kam ndjekur dhe në kona në verit. Zëri i Amerikës ishte një institucion i mirëfillt, mendimi, lirie. Unë kam kënaqësinë që Zëri i Amerikës për herë të parë e ka hapur Nelo Drizari, bashkëshortari im, dhe gjatë luftës ka ndikuar për të njohur lufta nacionale shqiptare e popullit shqiptar. Ju vjen keq tani që... Keq. Duhet të mendojmë si mendojnë Amerikanët. Ata e kanë mbyllur, s'ka pse na vjen keq pse mbyll Amerika një dritare, mund ta hapi prapë për... Megjithatë, janë kohë të turbullta dhe duhet që
njerëzit të marrin një dritë jeshile të mirë në kuptimin e mirë të fjalës, kundër luftës, kundër padrejtësive që bëhen. Se mua më vjen keq për shembull që vazhdon akoma masakra në Gaza. Është fatkeqësi e madhe të vrasësh njerëz të parë matosë, po. Po kemi ndjekur që në fillim në 90-91. E keni ndjekur? E kemi ndjekur ato vitra, edhe na pëlqente. Pse e mbyllet tani e di ai. Ju vjen keq të zhvilluar? Po na vjen keq se është një zë i Amerikës në gjithë botën. Qysh? Po të mbyllet një televizion këtu, çfarë do të thonë? Jo. Që është i shtetit, pa këta privat pastaj mbyllet dhe hapet sipas Forexit. Fillimisht e kam ndjekur, pastaj më mbrapa. E keni ndjekur? Më mbrapa. Çfarë vitesh e keni ndjekur? Po kur kishte kuriozitet. Si tani s'kishte. Tani jemi një lloj si ata. Tani që u mbyll, ju vjen keq, duhet të ishte të ekzistonte. Nuk e ndjek shumë politikën aty kështu. Në ditët e para, studiot e Zërit Amerikës ishin në New York. Në vitin 1945 me përfundimin e luftës së dytë botërore, shërbimi shqip u mbyll, por ndërsa Europa u nda nga perdja e hekurt, për koincidencë po më 13 maj të vitit 1951, shërbimi shqip u rihap për t'i vazhduar transmetimet pa ndërprer deri të shtunën e 15 marsit 2025, kur edhe do të mbyllej e do të fliste për herë të fundit shqip.